Po ky vendim është vijimi i vendimit edhe më hershëm që marrë dhe Këshilli Prokuroral i Kosovës, ku pak a shumë në mënyrë të ngjashme i refuzoi kërkimin për kthim në punë për më shumë se 2 vite që kishin dhënë tërheqje gjyqtarë dhe prokurorë të serbë, që kishin dhënë tërheqje jo për ndonjë arsye, për një diskriminim, po ishin kërkuar nga strukturat e shtetit serb. Dhe pak i çuditshme që mbetën këto si pezë apo ishin ata ende apetite që mund të kthehen në pozicionet e njëjta kurdo që ja kërkon shteti serb. Është mirë që pas 2 viteve u vendos në mënyrë meritore në lidhje me ta dhe sepse nuk ka bazë ligjore për të kthyer ose nuk shoh që ka pas bazë ligjore që kanë mujt më kthy përveç ndonjë marrëveshje politike që kish mujt pak me kamuflu bazën ligjore, siç ka ndodhur në procesin e dialogut më herët me Serbinë. Po kjo është rruga e duhur dhe të dinë edhe ata dhe çdo kush tjetër që nuk duhet me bë hajgare me pozicionet e mëdha kushtetuese që gjyqtarë dhe prokurorë, dhe tani institucionet duhet të jenë vigjilente që të pranojnë gjyqtarë prokurorë nga komuniteti serb dhe të tjerë në profesionistë, të pavarur dhe me integritet. Gjithatë një çështje e tilla mund të ngrisë pra përsëri, mund të themi